Lëvizja ekologjike që synon të frymëzojë dhe motivojë qytetarët të aktivizohen për një mjedis më të pastër dhe një shoqëri më të ndërgjegjshme ekologjikisht për një Maqedoni më të pastër, kërkoi nga qeveria dhe Ministria e Brendshme që sistemi Safe City të mund të regjistrojë hedhjen e meturinave dhe bishtave të cigareve dhe për këto të vijnë gjoba. Nga kjo nismë vlerësojnë se kjo do ta përmirësonte mbrojtjen e mjedisit, pasi bishti i cigares përmban toksina, po ashtu edhe mikroplastik që shpërbëhet shumë vështirë. Исто така, ова е закана и за јавната безбедност, да не забораваме дека во Македонија имаме огромен број на пожари во текот на годината, а еден од најчестите причинители е токму фрлениот отпушок од несовесни граѓани. Тој отпушок може многу лесно да ја разгори сувата трева, особено нели во летниот период. Nga Ministria e Brendshme thonë se për momentin nuk mund t'i përgjigjen pozitivisht kësaj kërkese. Системот Безбеден град во моментов нема технички можности да детектира и регистрира прекршоци како што се фрлање на отпад од возила и фрлање на отпушоци од цигари од возила. Секој предлог или иницијатива која пристигнува во Министерството за внатрешни работи соодветно се разгледува и анализира од стручните служби во Министерството, пошто се носат соодветни решенија, односно заклучоци. Projekti Qyteti i Sigurt pritet të nisë më një shkurt. Pas takimit të dieshëm të grupeve parlamentare, në të cilin telefonikisht ishte përfshirë dhe Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski, u sqaruan vërejtjet e BDI-s, pas së cilës do të miratohen ndryshimet në ligjin për kundërvajtje. Edhe kryeministri Mickoski thotë se janë të hapur ndaj kërkesës së ekologjistëve, por se kjo, nëse ekziston mundësi teknike, do të shqyrtohet në të ardhmen. Сега да почнеме. Ајде да почнеме од 1 февруари. Очекуваме да поминат оние фази почетни кога ќе треба до усогласување, нивелирање и така натаму, кои што ќе траат можеби неколку месеци. Потоа веќе можеме да влеземе во следната фаза. Nga lëvizja për një Maqedoni më të pastër, kërkojmë pikërisht këtë, që në të ardhmen të zgjerohet funksionaliteti i sistemit. Ние бараме да се разгледа можноста за софтверска надградба, со што на камерите би им се овозможило да детектираат фрлање на различни предмети и отпад од возилата. Ова всушност и не е нешто ново. Овој систем постои низ многу европски градови и држави, така што технологијата ја имаме и се надевам дека ќе можеме да искористиме за добри цели. Aktualisht sistemi Qyteti i Sigurt funksionon në territorin e Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës. Pajisjet janë vendosur tashmë edhe në korridorin 8 dhe 10 dhe pritet që në to së shpejti të fillojë detektimi i shkeljeve në trafik. Gjatë vitit 2026 është paraparë që sistemi të fillojë të funksionojë në gjithë territorin e shtetit.